Përshëndetje, mirë se erdhët të notarot Albania me mua Rean. Sot do të shohim për shenjën e shigjetarit për energjinë e përgjithshme për vitin 2026. Unë ju uroj një vit sa më të mbar, ju uroj gëzuar vitin e ri 2026 dhe shpresoj që Zoti t'ju bekojë në këtë vit. Për të gjithë ju që jeni për herë të parë, unë ju ftoj të më ndiqni këtu në faqen time të TikTokut, i bëni like kësaj video, në mënyrë që të dalin dhe videot me parashikimet e radhës, komentoni, bëni se ta dëgjoni në mënyrë të vazhdueshme se është energjia e vitit 2026 dhe shpërndajni teknimin e juaj i shenjës së shigjetarit se mund ta ndihmoni vërtet shumë. Po unë burkoj le të nisim. I dashur e shenjës së shigjetarit, mirë se erdhe. Kjo është energjia e vitit 2026, pra të mos e ngatrojmë gjërat, është energjia. Çfarë na thuhet? Do të jetë një vit vërtet energjik për shenjën e shigjetarit. Unë kam marrë një letër nga Prism Oracle dhe letra më thot për energji. Do të jetë një vit energjik ku do të jeni vërtet të karikuar me dëshira për të ecur përpara, me synime, me ambicie të pastra për të arritur aty ku ju dëshironi të jeni, dhe duket sikur viti 2026 vërtet ka nisur me lajme pozitive, ka nisur me energjinë e mirë, në vazhdimsi priten për gjatë gjithë vitit priten që të ketë lajme pozitive të mira, aq më tepër në 6 mujorshin e parë, me çfarë na thuhet me letrën këtu, pra priten lajme vërtet të mira në 6 muajt e parë. Për ata shigjetarë që janë në pritje të dokumentave, më thuhet që po, dokumentat, nëse i dëshironi, nëse punoni, nëse i vjeni nga pas në këtë vit, janë absolutisht të realizueshme. Nëse fokusi dhe synimi është tek dashuria, absolutisht do të ketë njohje shumë interesante për gjatë vitit 2026 për shenjën e shigjetarit, do të dilni në takime, ju shikoj që do të shoqëroni më shumë, do të socializoheni më shumë me shoqërinë, edhe për sa i përket punës, ju shikoj që do të jeni ata njerëzit më social, më të dashur, më energjetik dhe patjetër është pak po e sigurt që është një vit me energji, është një vit që 6 muajt e parë janë vërtet shumë premtues dhe ju japin mundësinë, ju ftojnë për të arritur gjëra të cilat deri më dje, deri në vitin 2025 që lat pas nuk i keni pas arritur, dhe në vitin 2026 keni shansin t'i arrini dhe t'i provoni. Dhe përsa i përket ekonomisë, më thuhet që do të jetë një vit i mbar, shumë i mbar. Ju shikoj me mbretin e monedhës, që është një letër me të vërtet e mrekullueshme, ku më tregon për stabilitet financiar për gjatë